Shme du të jam anonim, Po, emisioni ju është i pëlqym shumë. faleminderit shumë. Tema ishte A e vlerësojmë realisht mundin e mërgjimtarëve? unë besoj që shumica njerëzve, edhe pse jam unë vetë në gurbet, edhe kom ndihmua sa kom pas mundësi, e vlerësojnë. Po megjithatë, tash është pak një kohë tjetër ka ardhur, me qenë se sa më me kuptu unë, ti e kish edhe vllaun jashtë. Po, kam familjarë edhe tjerë, motra, gjithë familja janë atje. Po, Po, tash edhe ata e kanë kuptu që edhe është qendra flaportit. e din, edhe ti e din e ki komunikim me krejt, se tash po dihet më kejt, si jo që jeni atje, se kur na që jemi këtu, po pak na kem dhimbtën, na është më të madhe se jo, se jeni në vend juvin. Po, pra. E megjithatë, kisha thënë që shumica njerëzve na i din. Na i din edhe pse s'jam pishman, sidomos edhe prind se si kam, Po, na i din, po pak ta rinia pej veti po nisje pak kanë ndruse, këta pikëshyrin ma ndryshe, na qa jemi kanë ma në mosh, pak ka ma ndryshe. po. E une për veti tash, unë beson, s'unë beson, unë e kom një mua dhe kom njoft që se kom njoft, jo shumë. Tash me thonë me bo, Allah, kem dhonë, ku me ditë sa miliona, valla na kem bo kështu, jo. Po kem ndimu, edhe prap ndimojmi. Po, Le t'jen kusht t'jen, pa mor parasysh, që e ka rastin spital, e ka rastin është në zarë, pa mor parasysh, sa shte thonë në emni, mbi emni, sa tek qysh ndimojmë. Po. Unë personalisht ndimoj. sa mirë. Më vjen shumë mirë me ndëgju këso dëgjues tu në 10-10. Jo që po thëmë, po me të vërtet ndimoj. Po. Ama muj me thonë që ku me ditë sa, shumë, jo. Po. Ndimoj sa ka mundësia. Atë sa ke mundësi nga njerë mjafton. Po pa marë parasysh nuk e këshyri pe i cilësona shka është. A është i njofshëm mas është. Po, Qofë se për shemull e ka rastin që me të vërtet ka nevoj, mu një mu, edhe preferohet që është ashtu pse jo. Po, Për shka jo, një mes as tup kur. Kur? po pra. E ke ndëgju këtë këngën e fundit që